Porosin nga Kurani famlart. Pejgamberi urdhrohet për tesbih. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Atëherë madhroj me lavdë Zotin tënd dhe kërko falje nga ai. Ai është pranuesi i madh i pendimit. Surja Nasr ajeti 3. Në 9 vende përmendet se pejgamberi alayhis salam bën tesbih Allahu te baraka wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Lartësoje Zotin tënd duke lavdruar. Wasabbihuhu, pra madhroj atë natën gjatë. Muhamedi alayhis salam urdhrua për tesbih, për falënderim e mirënjohje ndaj Zotit të tij dhe për istigfar ose kërkim falje. Ndërsa parashikimi se çfarë pritej të ndodhte me te është së pari një përgëzim. Kjo fije do të vazhdonte të përhapej ta kushtonte gjithë botën siç lirim dhe jehun. Kjo nënkuptohet pas tesbihut, falënderimit dhe kërkimit të faljes nga pejgamberi alayhis salam dhe ummeti i tij, sepse falënderimi për mirësitë i shton ato. Çfarë kënaqësish? Askush nuk di se çfarë kënaqësish janë fshirë për ta në jetën tjetër, si shpërblim për atë që e kanë vepruar surja Sejdë ajeti 17. Askush prej krijesave nuk e di se si janë mirësitë e shumta dhe kënaqësitë e pafundme të atyre fatlumve. Askush nuk mund ta përshkruajë gëzimin dhe lumturinë, kënaqësinë dhe qetësinë e tyre. Siç ka thënë i dërguari i Allahut në hadithin që e transmeton nga Zoti i tij, kam përgatitur për robërit e mi atë që syri nuk e ka pa, veshi nuk e ka dëgjuar dhe zemra e robit kur nuk e ka përmendur e përfituar. O Zot, syri kur nuk e ka pa. O Zot, as veshi nuk e ka dëgjuar. O Zot, madje as mendja as kujt nuk i ka shkuar. O Allah, mua, prindërit mi, gruas, djalit, vllajt, motrës, familjarëve të mi, shokëve, miqve, farafisit e atyre që i lexojnë këto fjalë, mundsoja u xhenetin. Kujt i jepet urtësia? Ja jep urtësinë atij që do. Kujt i jepet urtësia, i është dhënë një pasuri e madhe, vetëm të mençurit marrin mësim. Surja Bekare, ajeti 269. Urtësia është mirësi, vlerë e nder nga Allahu, të cilën ai i adhuron kujt e doj. E kush përpiqet, angazhohet, mundohet e kërkon në pajtueshmëri me udhëzimin e Allahut, e qëllon urtësinë dhe jeton në mirëqenie, kënaqësi, gëzim dhe rahati. Urtësia është dhuratë e nivelit më të lartë. Ja jep Allahu, nuk devijon në gjykim, vlerësim, maturi, llogaritje dhe opinion të çështjeve në gjendje stabile e turbullira. Allahu na bëft të urtë dhe e bëft urtësinë pjesë të jetës sonë. Mendari është ai që çdo herë përsiat dhe shqyrton. Kush manget nga ulla sirati, nuk quhet mentar i mençur, edhe sikur ti ketë diplomat më të larta. Kthejuni vetes me autokritik. Allahu i lartësuar thot: "Thuaj ajo ndodhi për shkakun tuaj", surja Al Imran 165. Ajeti në fjalë është një ngushëllim nga Allahu për adhuruesit e tij të sinqertë. Le të qetësohen zemrat tuaja dhe të mos ju duket shumë e rëndë kjo fatkeqësi, humbja në Uhud. Pastaj kujtoni edhe diçka tjetër që duhet ju lehtësoj krejt. Ju dhe ata nuk jeni kurrë një lloj në humbjet që ju godasin, sepse të vrarët tuaj janë tashmë në xhenet, ndërsa të vrarët e tyre përfundojnë në zjarr. Ata pyeten se nga u erdhi ajo goditje. Përse kjo humbje e tillë? Allahu i lartësuar u dha përgjigjen dhe u qartësoi se shkaku ishin vetë ata dhe veprat e tyre. Humbja filloi kur ata nisen të diskutonin e të kundërshtonin urdhrin e pejgamberit alayhis salam, edhe pse po e shihnin me sy atë që aq shumë e dëshironin fitoren. Pra Allahu u thot t'i ktheheni vetes suaj me autokritik dhe me kërkesë të detajuar llogarie. Pas çdo sprove dhe fatkeqësie, fshihet urtësia e tij madhështore. Kurani, mirësia më e madhe. Allahu i lartësuar thot: "Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqa al-insan 'allamahu al-bayan." Rahmani mëshiruesi, Zoti ynë, ai ja mësoi Kur'anin, e krijoi njeriu. Ja mësoi atij të folurit, të shprehurit, të shqiptuarit. Surja Rahman, ajeti 1. Allahu i madhëruar ka çelur këtë surë me emrin e tij Rahman, gjithëmëshirshëm. Ky emër është treguesi i mëshirës së gjerë, për kujdesjes gjithëpërfshirëse, bamirësisë së pamaz dhe mirësive të tij të shumta. Ani përmban çdo mirësi dhe inkurajon arritjen e saj duke treguar rrugët dhe veprat me të cilat fitohet ajo. Ai na sqaron edhe veprat që nuk i do e që janë të dëmshme duke na ndaluar kryerjen e tyre. Ai e krijoi njeriu duke përkryer krijimin e tij, duke bërë atë me organizëm të plotë dhe formë të bukur. E dalloi njeriu nga krijesat e tjera me aftësinë të shprehurit, me të folurit e me të shkruarit. Aftësia për të shprehur atë që ndjen dhe mendon është nga mirësitë më të mëdha me të cilat Zoti e veçoi njeriu mbi të tjerët.